je bo gjunub, je bo i papastërt, a lejohet me flajt gjunub deri në kohët sabahit është fjala. Do më thënë, më qu para sabahit, mu pastru edhe me falë sabahin. A lejohet? Lejohet o musliman. Do më thënë, me flajt gjunub, me flajt i papastërt, lejohet deri në kohët sabahit, kuptuat. Në kohët sabahit qohesh, pastrohesh edhe falë sabahin. Lejohet. Ajo që ka bo Rasuli a.s. e ka zbut papastërtin gjunublakun, e ka zbut me vudu, me avdes. Do më thënë, ka dash me flajt gjunub, mirë po ka marë vudu. Kjo nuk e ban njerin tash të pastët edhe të gatshëm për sale. Jo, vetëm se e ka zbut pak, për me konë me qartë. Me vudu, për me kuptu ma let, spaku i ka la pjesë që i lajmë kur të marëm vudu. Do më ndurët, kokën, sytë, vesht, kam, spaku këtu i ka pastru. Do më thënë, e ka zbut pak pa pastërtin të goja, të huna, të ftyra. E qartë, do më thënë, në qofë se flajnë gjunub, lejohet, mirë për në qofë se merë vudu, merë avdes, duke qenë gjunub, e di që është e pakapshme për njerëzit, po është e vërtet, duke qenë gjunub, merë vudu, edhe flajnë kjo është ma hajrë edhe ma mirë me lejen e Allahut, azza wa jall, deri në kohët sabahit. Në kohët sabahit qohesh, pastrohesh edhe falë sabahin.